Jam Rej Shpuza, jam 15 vjeç, jam pjesë e ekipit Vllaznia U16. Pozicioni im është portier dhe jam kapiteni i skuadrës. Kur keni filluar futboll? Qysh në moshën 8 vjeçare në për ekipit e Shkodrës moshët e vogla, edhe jam pjesë e Vllaznisë qysh në U13. Rej, pse keni zgjedhur futbollin? Se e kam pa që e kam edhe talent, edhe qef, edhe familja ime gjithmonë ka kanë pjesë e futbollit, edhe kam vazhdu. Por ndërkohë, pse portier? Sepse është një rol specifik. Kam vazhdu edhe pozicionin e babit, se edhe babi jem ka pas lyp portier, tash është edhe trajneri i portierëve të U16-a, edhe qysh se kam vazhdu, nuk e kam ndrua asnjëherë pozicionin. Me qenë se keni pas shumë njohje edhe dini për rolin e portierit. Keni një portier në mendje si idhull që kërkojnë të ngjatonin? Po, kam qef me kanë si idhulli jem që është Neueri, sa dhe mu afru se është legjend. Ndërkohë, jeni shpesh edhe pjesë e ekipeve kombëtare të moshave. A kënaqësi gjithmonë kur jeni pjesë e këtyre ekipeve? Po, shumë kënaqësi e madhe kur të thrasin kombëtare, se nuk ka gjë vogël me vesh fanelën e kombëtares. Por prap duhet me kanë pjesë edhe më shumë. Cilat janë synimet e Rej Shpuzës për të ardhmen? Si fillim duhet me arrit ekipin e parë, edhe pse jo në ekip të Europës. Çfarë të Vllaznia për Rej Shpuzën? Vllaznia është ekipi i zemrës, ekipi i qytetit, i vendlinjës. Është sakrificë e madhe të merresh me futboll sot? Shumë sakrificë e madhe është, në këtë moshë që na kena edhe studimet e tana që bëhen bashkë, lodhja, edhe nuk ka gjë vogël më marrë sport. Ndërkohë, cili ka qenë roli i familjes? Ju ka mbështetur dhe ju mbështet fort tek pasioni juaj? Po kanë shumë shtetës, qysh në moshë të vogël, qysh e kanë fillu, duke mbështet me tana me pajisje edhe me kurajo. Cila është ëndra e madhe e Rej Shpuzës? Të jem portier i kombëtarës. Sukses. Faleminderit.